bashkëtarë të nderuar pjesëtarë të trupave mbrojtëse të Kosovës, Mont Hoxha. Kjo shtatore dhe Kosovë, gjithë shqiptarëve e trojve të tyre. 10 vite i gjysmë më pas, Juniku dhe familja e saj, bashkimi të trojeve kombëtare, duke dhënë jetën e tij në janar 1997, një ditë e cila ka kaluar tashmë në historinë e kombit tonë. Rrugës për një mision drite të trupat e armikut serb, 3 nga pjesëtarët më të parë të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, komandanti i zonës operative të Lladhëve, Titi Hakit Zejnullah, dhe njëri nga drejtuesit më aktiv të lëvizjes ilegale në radhët studentore, luftëtari e më madhe së ushtrisë çlirimtare e Kosovës. E do të jenë, po ashtu edhe 3 nga herojtë e parë të saj, që shumë shpejt u kthyen në simbolit më të Hoxha. Rikthehet sot përsëri në të njëjtën moshë në të cilën u ndalë ai, me njerëz që i donte dhe për të cilët dha jetën. Rikthehet përsëri 22 vjeçar, si garanti i vlerave që janë fituar. Edmond Hoxha e meritonte një vepër të tillë meriti. Ai e meritonte këtë me gjithçka që bëri në Kosovë, i madh, si bashkos dhe bashkëpunëtar i krimit të madh të Akit Bajazitit dhe Akit Zejnullah. E meritonte si ushtar besnik i ademitëve shqiptare, për të na thënë se dëshmorët kur nuk do të jenë të qetë derisa të jetë kohë e tyre, për të na thënë se ato kush nuk mund të luajë me Të ndërruara familje e dëshmorit të luftës. Të ndërruar dëshmorëve invalid të luftës, veteran familjarë të luftës. Të ndërruar përfaqësues të institucioneve dhe subjekteve politike, juniku i trimërive, juniku i kuvendeve të mëdha. Juniku i legjendave e meriton të nderë që i bën sot e gjithë Kosovë. Unë sot kam përësin nga Edmondi, Bekimi, Pedria, Eltoni, Permeti, Bashkimi, Gjakezeni, Fadili, Besniki, Bujari, Sadiku, Ademi, Ismeti, Zejnia, Gjaushi, morët të kombit. Dhe ju përshëndes, por dhe si ju.